Përshëndetje shenja binjakëve, kjo është panorama i interpretimit javor. Kjo javë për ju nis me kartën Faqa e monedhave, një energji që flet për fillime të reja, mësime të vlefshme dhe mundësi që kërkojnë përullësi dhe gatishmëri për të mësuar. Mund të merrni një ofertë, një lajm, një ide ose të hidhni hapat e parë drejt diçkaje që në të ardhmen mund të sjellë stabilitet afatgjatë. Edhe nëse kjo mundësi duket e vogël në fillim, potenciali i saj është i madh nëse i kushtoni vëmendje dhe përkushtim. Më pas shfaqen rrota e fatit dhe 6 shkopinjt. Një kombinim shumë i fuqishëm që tregon se rrethanat fillojnë të lëvizin në favorin tuaj. Situata që mund të kenë mbetur pezull mund të marrin një kthes të papritur dhe pozitive. Duket se pas një periudhe pasigurie mund të merrni një fitore, vëmendje, ose të shihni se përpjekjet tuaja më në fund po japin rezultat. Kjo është një javë ku fati bashkëpunon me ata që nuk kanë rreshtur se ecuri përpara. Megjithatë, unë do të thoja se temperanca e shoqëruar me kartën 10 shpatat nënkupton se përpara se të shijoni plotësisht bekimet që po afrohen, duhet të pranoni fundin e një cikli. Diçka që ju ka lodhur emocionalisht ose mendërisht ka arritur në pikën e saj përfundimtare. Temperanca nuk ju kërkon ta luftoni këtë fund, por ta pranoni me qetësi, sepse pikërisht përmes këtij përfundimi fillon edhe shërimi. Ajo që mbaron këtë javë ose ajo që mund të mbarojë këtë javë nuk është një humbje, por një çlirim nga ajo që nuk mund t'ju shoqërojë më në rrugën tuaj. Hierofanti dhe hëna krijojnë një kombinim shumë mistik. Nga njëra anë, hierofanti ju këshillon të mbështeteni te besimi, mençuria dhe tek vlerat që ju udhëheqin. Nga ana tjetër, hëna flet për paqartësi, flet për intuit dhe gjithashtu flet edhe për gjëra që ende nuk janë zbuluar plotësisht. Mund të ndiheni sikur nuk i keni të gjitha përgjigjet, por unë do të thoja se kjo shtrirje kartash ju kujton gjithashtu se jo çdo e vërtet zbulohet menjëherë. Por të dyja së bashku këto karta thonë të mos mbështeteni vetëm te logjika ose vetëm te intuita, por t'i balanconi të dyja këto aspekte, pa u larguar nga vlerat dhe parimet tuaja, sepse ajo që sot duket e paqartë do të ndriçohet nga ylli. Pra në fund të tufës ose në fund të setit ndodhet karta e yllit, një nga kartat më shpresëdhënëse të tarotit. Kjo tregon se pavarësisht sfidave apo përfundimeve që mund të përjetoni gjatë javës, energjia përfundimtare është shpresa, shërimi dhe bekimi hynor. Ylli flet për një periudhë ku zemra fillon të rigjenerohet dhe ku ju filloni të besoni sërish te e ardhmja. Sfida e javës për ju është karta lëvizja. Sfida juaj është të mos qëndroni të bllokuar. Kjo mund të jetë një lëvizje fizike, një ndryshim në mënyrën e të menduarit ose guximi për të dalë nga një situatë që nuk ju shërben më. Rezistenca ndaj ndryshimit mund të jetë pengesa më e madhe e kësaj jave për ju. Bekimi i javës për ju është karta ecni përpara. Bekimi juaj vjen kur pranoni të lini pas atë që ka përfunduar. Nuk është një këshill për të harruar, por për të mos jetuar më në të kaluarën, sepse çdo hap përpara ju afron më shumë me mundësitë që Zoti po vendos në rrugën tuaj. Në Prism Oracle kemi kartën vetbesimi.
Kjo kartë ju kujton se shumë prej përgjigjeve që kërkoni tashmë ndodhen brenda jush. Unë do të thoja të mos lejoni që dyshimet ose frika t'ju bëj të nënvlerësoni aftësitë tuaja, sepse kur besoni te vetja, bëheni gati të përqafoni edhe ndryshimet që në fillim mund të duken të frikshme. Pra, në tërësi, kjo është një javë që flet për fillime të reja, për kthesa të favorshme të fatit, flet gjithashtu për funde të nevojshme dhe një rilindje shpirtërore. Edhe nëse në mes të javës ju duhet për disa prej jush të mbyllni një kapitull, unë do të thoja mos harroni se ylli në fund të setit premton se pas errësirës vjen drita, por duhet të lini pas atë që ka përmbushur misionin e tij ose të saj.